në cilën moshë ishe, kur fillove të kuptoje vërtet që tek ty po ngjize një pasion për profesionin tënd të ardhshëm, por edhe për trashëgiminë e Argjenterisë Piro. Po, atëherë unë sot në këtë fazë të jetës, sidomos, që jam bërë edhe mami, edhe kam kaluar 2-3 gjëra në rinin time, jam më shumë krenare se kur, dhe çdo ditë më kujtohet nga një gjë e vockël që familja ime është munduar të ma injektoj me kohën gradualisht. Unë kam qenë shumë e vogël kur prindrit e mi e nisën biznesin. Në 95-ën e kemi nisur fix diçka, një institucion, po të themi një investim të mas, pa çka se historiku i vet Piros dhe i ëndrave të tij fillon shumë herët. Unë kam qenë shumë e vogël kur nisi, madje kam qenë diku ka 6-7 vjeç dhe aty prindrit i shikoja që lodheshin shumë. Për mua ishte lodhje, sepse për fëmijën gjithmonë kur e shikon prindin që lodhet, sado i madh është misioni dhe sado e madhe është ajo gjëja që po bëhet, ti prindin e shikon që lodhet. E shikon si lodhja. E shikon si lodhja. Si e mban më të momentin, ma përshkruaj pak, lutem. E kam edhe kur ishte personale, po besoj edhe për ata që e ndjekin programin, duan të kuptojnë pak se si është rritesh në këtë familje. Pa çfarë më ngjet detajet e punës së tyre. Të merrnin në atë, po themi, punishten, që mund të ketë qenë e vogël në fillim. Ai shikoje ti Piron duke punuar, se unë kështu imagjinoj, nuk e di pse imagjinoj pak. Ashtu është fiks. Domethënë imagjinoj pak si një prallë e vogël që e shikoje me atë Është fiks ashtu. Çekiçët e vegjël që punonte. Aty ku ne jemi sot fiks në laborator, në dhomën e pasme që sot është bërë në fakt një showroom i vogël, është rinovuar këtë vit. Fiks në ato dhomë. Unë mbaj mend, e kemi dhe foto të vjetra madje që i shikoj her pas here për nostalgji. E mbaj mend Piron e ulur në një tavolinë historikisht ku e shikoja gjithmonë me kokën ulur, me qafën ulur duke punuar. Mami gjithashtu ka qenë që në fillimet. Ka punuar bashkë të dy? Ka punuar bashkë të dy. Mami në një aspekt tjetër, ndihmonte në anët e tjera të biznesit, sa ja mori pak dorën, sepse për mami nuk ishte, si të thuash, profesioni i saj fiks fare. Të ka folur babai për punën që bënte, të fliste, të tregonte? Unë kam qenë fëmijë shumë kurioz. Kështu që unë do zbrisja gjithsesi, se ne jetonim porë të njëjtën godinë, pra ishte si një lloj atelieje për ne. Unë kam qenë shumë kurioze dhe përveç se shikoja, dëgjoja, më pëlqente shumë të dëgjoja bisedat që ai bënte me ata punonjësit e parë që ne kemi hapur laboratorin. Bisedat e para kanë qenë gjithmonë mbaj mend për cilësinë. Domethënë dhe sot tek kësaj dite, ne kemi frikë në thonjza. Në qoftë se shikon Piro dikë duke punuar, Piro nga lart ka një talent ta kuptojë se si po shkon puna ose çfarë nuk po shkon. Dhe kjo është diçka që sot edhe na mungon, sepse edhe ka një nuhatje, një shis të 6-ën e ka po dhe të 7-ën e them unë. Dhe mbaj mend që gjithmonë bisedat ishin rreth cilësisë, rreth punimit, kthehej puna disa herë mbrapa. Prishej, ribëhej nga fillimi, me gjitha këto. Eci me kalimin e viteve ti fillove të rriteshe, po themi, në këtë ambient, dhe dua të bëj tani një kalim tek pjesa kur ti vendose që se thua ta zhvillojnë në mënyrë profesionale këtë bagazh, këtë dije. Ishte e tillë apo domethënë u ndikua nga familja studimet e tua? Jo, aq shumë. Do them vetëm diçka, përpara se unë të vazhdoja studimet jashtë shtetit dhe të vendosja që e kisha ëndër Londrën, e zgjodha vet. Gjithmonë prindrit më linin të përballesha me kërkesat e njerëzve. Dhe këtë gjë, ma kanë, si të thuash, ideuar më shumë ata, më shtynin gjithmonë që dëgjoj kërkesat e njerëzve, dëgjoj pse bijuterit janë të rëndësishme. Çfarë historish ka njerëzit të rëndësishme që unë duhet të dëgjoja dhe se si duhet i përkthenim ne në art ose në bijuteri. Dhe këtë, sigurisht unë atëherë nuk e kuptoja, unë këtë e kuptoj sot, kur bërë një retrospektiv mbrapa dhe e bëj gjithmonë se më pëlqen ta krahasoj. Në momentin që unë vendosa që pasioni im ishte pikërisht ky, ishte mbas universitetit dhe mbas masterit. Po pra, domethënë ti vendose të studioje për gjermologji. Unë vendosa të studioja së pari bëra menaxhim biznesi.
që prapë zgjodha me mendimin e familjes, si të gjithë, konsultohemi në atë moshë. Më pas mendoja se më pëlqente moda. Po. Në ato dilemat tona që ke pas universitare, thua, okay, mua më pëlqen moda. Pastaj e kuptova, mbas masterit që bëra për sipërmarrje mode, që moda ndryshonte shumë nga ajo fushën e bënim, sepse ne është një lloj mode, një lloj trendi, po është më shumë një mode e përjetshme, pra është një elegancë e përjetshme, nuk është tamam mod. Dhe këtë linjë unë vendosa ta ndjek. Pra, elegancën e përjetshme është motoja që mora edhe pasi fillova punë te De Beers, që isha gjatë masterit. Aty fillova një punë part-time, që kisha dhe shpenzimet e jetesës, ke parasysh se është Londra. De Beers, për ata që nuk e dinë, është një nga kompanitë më të mëdha të De Beers është shpiksi i diamantit dhe slogani të famshëm, një diamant është i përjetshëm. Diamonds are forever, po. Ai risolli në skenën ndërkombëtare. Pra një kompani prodhimit dhe përpunimit të diamantëve. Në fillim ishin miniera, po. Dhe akoma janë, dhe pastaj ajo ku unë fillova punë ishte De Beers Jewelry, pra ishte fasha që realizonin bijuteri, ndërkohë minierat vazhdonin punën e tyre. Ju i studiuat gurët e çmuar. Unë fillova të studioja me themel aty, dhe më thanë, çfarë di ti për diamantët? Dhe ato që dija unë e kuptova që nuk ishin mjaftueshëm për atë vend që unë po punoja. Po ti kishe marrë një bazë. E kisha marrë, po për bijuteritë. Në Shqipëri, përpara se ti ke dhe studioja, njihen diamantët? Sporadikisht po. Vetëm si një gjë që shkëlqente kam përshtypjen dhe që si një gur i çmuar apo? Po, në sy. Përveç familjeve që që mund ta kishin trashëguar dhe që mund të kishin një lloj, po themi, me sy i njihnin argjendarët nga eksperjenca. Patjetër që njiheshin, por me studime nuk njiheshin. Pra unë vendosa që të di përtej njohurisë së përgjithshme dhe të jepja një garanci më tepër njerëzve, jo vetëm për diamantit, po edhe për gjithë. Po Pirovet ti kishte folur për këtë gjë? Pirovet ka një metodë trajnimi që është by doing, learning by doing. Pra dhe më dëgjo. Që për mua ka qenë koha më e bukur dhe ajo kohë sigurisht nuk kthehet më, sepse njeriu në një fazë ka durimin, pastaj me moshën edhe ai durim avash normal që merr formë tjetër. Unë e kam dëgjuar shumë herë, më ka mësuar të jem shumë e detajuar, më ka mësuar të mos neglizhoj dhe më ka thënë, bëj çfarë do lloj kompromisi në jetë përveç cilësisë. Okej. Duhet të ndaloj pak tek kjo diapazoni shumë i madh i gurëve të çmuar. Është vërtet kaq e madhe kjo ekspozita e gurëve të çmuar apo ka 5-6 që janë të parë në renditje? Diapazoni është shumë i madh, është shumë i gjerë. Kur studion gjemologjinë, është një shkollë, nuk është shkencë eksakte, por është një shkencë që mbështet disa mini shkenca të vogla, siç janë formulat që formohen gurët e çmuar, dhe kjo është me kimi më shumë, më tepër si fushë. Por kryesorët të gurët e çmuar ndahet në 2 shkolla, studimi i diamantëve dhe studimi i gurëve të tjerë të çmuar me ngjyrë. Diamant dhe gurë të tjerë. Pra pasi mbaron dhe diplomohesh në gjemologji për diamantët, vazhdon studimin për gurët e tjerë. Po, dhe jo të gjithë mund të kualifikohen për gurët e tjerë. Sa gjërë është familje e diamantëve? Po e quaj familje, se mbas jam i gabim në terminologji, po e zgjedh si term. Diamantët janë me 27 lloje kombinime ngjyrash, që janë 27 lloje. Jo të gjithë i dinë, sepse s'kam se të dinë, po e dinë që përgjithësi ka diamantët e bardhë. A i sheh syri njeriu të 27? I sheh, sigurisht është puna edhe jon që ti shpjegojmë dhe ti praktikojmë më shumë.